Assalamu alaikum wa rahmetullah muslimanët e vegjël. Jeni gati për një tjetër tregim? Imam Ebu Hanife një ditë po mante ligjërat në xhamin e tij. Teksa po mësonte nxënësit e vet, vjen një person tek dera, grau hap derën, i skuqur në fytyrë, i djersitur dhe po merrte frymë thellë. Duke sikur kishte vrapuar apo diçka e shqetësonte. Të gjithë kthyen shikimin nga ai. Dhe ky thot: "O imam, më ka humbur thesari që kisha, pra pasurinë që kishte ky, e kishte humbur. E pata fshehur diku, po nuk e mbaj mend se ku e kam fshehur." Imam Ebu Hanife e pa. I tha: "Shko dhe fal namaz natë derisa të vi mëngjesi." Mësimi ishte pas jacis. Ky i tha: "O imam, më kanë humbur parat, ti thua shko fal namaz. Ku më shko me ne ke namazi mua tani, unë dua gjej lekët e mia." I thot Imam Ebu Hanife: "Shko dhe fal namaz natë derisa të vi mëngjesi." Ky ashtu siç ishte i mërzitur, largohet dhe kthehet në shtëpi. Kur kthehet në shtëpi, prapin e vrekot pse imami nuk i dha përgjigje. Njerëzit kanë qenë çuditshëm. Kërkonin, mendonin se dietari do t'i japi përgjigje çdo lloj gjë që ata mendonin ose i shkonte për mend. Subhanallah. Megjithatë, ai nuk ishte ç'bante. Mori abdes e filloi të falë namaz natë. Teksa po falej, ju kujtua se ku e kishte fshehur në një vend të pamundur atë pasurinë e tij. E marroi ato 2 rekatet e namazit, me të shpejt, shkoi tek vendi, e hapi atë, i gjeti paratë e tij aty. Të nesërme në mëngjes, kishte shku qysh para sabahut tek dera e xhamis dhe po priste që të vinte Imam Ebu Hanife. Kur erdhi, i tha: "O imam, tha, e gjeta pasurinë time." Po pash Zotin, tha: Si të shkojnë mendje që të më tregosh diçka të tillë." Imami tha: "Shiko, kur besimtari futet fali namazin, shejtani i mallkuar bën çmos që t'ja largoj mendjen e tij nga namazi. Dhe shejtani i mallkuar çfarë bëri? Që të largoj të mendjen nga namazi, të kujtoj vendin ku ti kishe fshehur pasurinë tënde. Por se ti, a vazhdove ta falësh namazin?" I tha ky: "Jo, tha, s'kisha më menin me fal namazin." Si thon: "Ja dola, pse nuk e fale namazin deri në fund të natës si falënderim ndaj Allahut?" E qertoi imami këtë person i cili ishte shumë i dashuruar pas pasurisë. Fëmijët e dashur, shejtani i mallkuar shpesh na vjen që të na shqetësojë neve në namaz. E keni vënë re, kur fillon të falësh namazin, të kujtohen gjëra që ti si kishe imagjinuar kurrë. Madje të kujtohen gjëra që ti i kishe harruar dhe nuk do të kujtoheshin kurrë në jetën tënde. E bën këtë që të prishi ty namazin. Ai nuk e don namazin, sepse namazin e don Allahu. Ai urren namazin. Po ju fëmijë, si keni marrëdhëniet tuaja me namazin? A jeni siç don Allahu apo siç don shejtani? Për atyre cilët përtojnë ta falin namazin apo për atyre cilët shpejtojnë ta falin namazin? Shejtani çdo gjë të mirë mundohet ta largojë njeriu prej saj. Atëherë ti mos u bë falas për shejtanin duke lënë namazin tënd. Përkundrazi, ti fillo fali namazin tënd dhe në qoftë se ndodh ndonjëherë që ti je duke u falur dhe të vinë mendime që ty të shpërqendrojnë nga namazi yt, çfarë të bësh? Siç je, thuaj në namaz, pa je duke u falur: "Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Të kujtohen që zysha matematikës ka dhënë palë detyra që nuk i ke bërë. Fillon dhe ty të rimendja ke detyra, teksa po lexon surën. Siç je, e ndërpret ajetin kuranor: "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Dhe thua: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Pra me veten tënde. Dhe pështyn 3 herë nga ana e majtë. Dhe u krye. Dakord?
Selam aleikum wa rahmetullah.